Më 13 dhjetor 2025, për herë të parë në varrezet e Italisë, organizua sofra e malësisë, sofra bujare e mikpritjes dhe e traditave shekullore. Organizator kryesor dhe sponsor gjeneral të saj ishin Gjergj e Gjada Andrejaj, çifti i bashkëshortëve që e mbështesin gjithmonë fort njëri tjetrin. Si lindi ideja e një sofre njerë, se ti je marrë me organizime dhe nuk është hera parë, po si lindi kjo ide? Kjo ide lini nga që unë kam linë në bogë malësisë madhe, edhe të bëjmë i diqa të lezetshme, i diqa të bukur, për me mlidhë gjithë malësorët tonë, që kush mund i mlidhë të ma mirë se sofra e malësisë, edhe dhe shoh një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, do me thënë, e kisha me dyshime, se gjithmonë këto gjëra që bëjmë për herë të parë, the me vete si do shkojnë. Por që pa filluar mirë, shoh që njerëzit kanë zgjedhur të jenë në këtë sofër. Në fakt, shqiptarët në Vareze e kanë treguar veten edhe në organizime të tjera, dedikuar festave kombëtare në Shqipëri, por që frymën e dheut e kanë përcjellë dhe në vendin ku kanë emigruar dhe kanë ndërtuar jetën e tyre. Nëse shkon në organizimet e tyre, do të gjesh gjithmonë një fest, plot ritëm, këngë e valle si asnjëherë tjetër. Një atmosferë që ndizet nga këngëtarët, të cilët kryesisht vijnë nga Shqipëria, por edhe mjaft emigrant, këngëtar, bëhen pjesë kryesore e këtyre festave. Kjo është një sofre malësisë, sepse ka traditat e malësisë dhe e kujdesur dhe programi të jetë malësi. Tu diftojmë gjithëve se sofra e malësisë nuk është e emja, nuk është e jotja, po është e gjithëve. Nga një pjesë të vogël bëhet sofra e madhe. Kështu që gjithë pjesëmarrësit kanë bërë sofrën e malësisë. Jo se kam bërë, unë e kam organizu. Edhe simbolikisht, ja t'ja tregoj me gjithë teleshikuesve ti ke ndërtuar edhe një sofër, sipas modeleve të vjetra, do t'jenë në kujtimet e tua, në kujtimet e tua. Babën e kam 82 vjeç. Edhe baba ishte aty kur tha, shiko, do t'i bësh me 3 këmbë, do të kem këtë formë. Tha, o s'ka tha. Gjon babën tani ti? Po për gjithmonë. Gjithmonë. Vazhdon traditat e gjatë. Të një falënderim edhe për Gjadën, le t'ja bëjmë bashkarisht, bashortes së Gjergjit, e cila ka dhënë një kontribut në organizimin e kësaj sofre dhe ne e përshëndesim fort. Ajo, po ne pi kontribut, po shtet djalin e malësisë madhe, e besoj që i ka shumë merita. Ndërsa organizimi i sofrës së malësisë, e cila u realizua për herë të parë dhe kërkonte përgjegjësi akoma më të madhe, u zgjodh që këngëtarët e saj të ishin Bilbili Tropojës, Gëzim Nika, Gjon Nika, Donika Vucinaj, Gjergj Pjetër Ndrejaj, Viki Lulgjuraj, Gëzim Pepa, Tom Marvukaj e të tjerë. Muzika Arben Dema dhe DJ Tani. Që në çastet e para, kur u vure fluksi i madh i shqiptarëve, kryesisht nga veriu i Shqipërisë, teksa hynin dhe përshëndeteshin me njëri tjetrin, sofra shënoi një sukses të parë. Me sa u kuptuar, organizimi i saj ishte pritur me dashamirësi prej kohësh dhe ja tani, restoranti ishte i tej mbushur nga të gjithë ata që kishin mall për atë për këngët dhe vallet e bukura shqiptare. Është kënaqësi kur takohesh me emigrantët këtu, edhe pse kanë dekade që kanë emigruar në Itali, ata e thonë me krenari vendin origjinës së tyre. Pjetër Nika, jemi fisit mërturit, i le me rritur në Luga. Nga mërturi, u mendova se është vetëm boga malësi e madhe, për këtu kemi dhe nga Nika një mërture. Pa jena të mdajna, jena populli madhë në fisit mërturit. Shikonë ku do t'i gjesh ata, zotëria emri ju edhe nga je. Në Nika, jam nga Marcia Gjakobs, më origjinin nga Nika i mërturi, jetojmë Tiranë. Bravo, ti ke nga Shqipëria për festën, për sofrën, do me thënë e ke vlerësuar, zotëria? Rustem Brahimi, jam nga Lugajt e Tropojës, banoj në varet Italisë. Emigrant jam, nuk kom shumë një 32 vjetë. Bukur, po si kanë qenë to 32 vite? Mirë, kem punue që ne kanë thonë, kem mos që ne kanë thonë. Sa pallate, sa miliona ke bërë? Jo, për zotën atje s'kena boj, gjo. S'ke boj gjo? Po, kom boj, gjo, kom fjet rahat në shpi. Po kjo është shumë e rëndësishme. Po dhe familje do t'je zgjeruar me nipa e me mbesa? Po, jam. Kom 3 fëmija të martuam, kom nipa, kom 4. Po me jetë gjatë. Ju ka sjellë kjo sofër për t'u bashkuar, se janë mi që ju bashkojnë? Mirë, ma që nga bashkoj, jena shumë krenar që marrin pjesë në këtë bashkim të madhë, dhe falenderojmë ata që kanë organizu këtë mramje. Po, dhe nuk është gjë e vogël, të mbledhë shqiptar në emigrim, ku jeta në emigrim e tërheq disi punë dhe presim verën për të ardhur në Shqipëri. Është kënaqësi besoj. Patjetër, me festuar Krishtlindjet me ju, me këtë sofër kaq mikpritse, bujari. Okej, t'ja kaloni sa më mirë dhe gëzuar. Faleminderit. Faleminderit shumë.
Në tavolina familjare i gjen të gjithë brezat, nga më të vjetrit e deri tek fëmijët. Kujdesen për lidhjet me vendlindjen t'i mbajnë të forta, paçka se kthimin nuk e shohin në një të ardhme të afërt. Unë ndodhem në një tavolinë shumë simpatike, mosha të reja të gjitha. Lagu sa e nisëm. Lagu e nisët? E pam si ishin gjithë tri dhe e hoqën. Jo ma i ka gjithë në i shokun e vetë atje, se nuk i hajt mua beti. Pas na gjeni shoqe se për shok s'pish punë. A do ta kishe leju të gjende shoqe? Kunat jashtë, burri motër, sipas teje. Okej, patjetër. Do ta kishe leju, do të thonë. Po njeriu duhet të ketë lirinë e vet për të zgjedhur Jena në pasaj. Europë, ti. Po patjetër. Mirë, jeni origjina? Origjina prej Biloti, por martu me Malcor. Mirëditor jemi këtu. Ja, Kurbinca. Kurbini Mirdita bashkë janë. Era prej Malcis Madhe. A jeni Malco? Cilat janë nuset e Malcis to? Sa kemi? Oh, nga Malcia e Madhe, ë? Po ç'ne Kurbini me Malcinë e Madhe? Ku? Si ndodh kombinimi? S'mund rrini pa ne, s'mund rrini pa Kurbincat. Ashtu, ë? Sa shumë e lavdëroni vetëm o? Mali sekond. Ai thot s'mund rrin pa Kurbince, po Kurbinci erdhi ke Malcor që kërkoi nusën veç. Vërtet se nuk shkuat ju në Malcinë Madhe, ato i morën dhe i sollën te shtëpia juaj. Pra, Si ka qenë emigrimi, se mua më pëlqen që ju gjithë entuziazëm, sepse krijojmë atë përshtypjen emigranti, punë, mezi shprej të vinë në verë e gjëra të tilla. Si ka qenë jeta? Mirë. Sa vite ke në Itali? Kena 26 vite, 26 vite si jemi në Itali, rrim në Vara. Jemi stabilizuar këtë Vara jemi. Daja, Kunati, Motra, Nusja Daja. Ky që është meri se ty është Daj? Kunati. A Kunati? A ti Daja? Daja e pari. I shkon Dajs. Ky është Daj tamam. Kjo më i riu. Më i riu. Po, Shiko, edhe- e keni parasysh atë legjendën e Rozafës? Ke parasysh? 3 vëllezër ata? Ja ato zojat e di, ato të Malcis Madhe e din. Ha, ju të Kurbini që mbani vetëm për të ditur, nuk e di legjendën fare. Shiko Dani. Ashtu dhe. Edhe çfarë ndodhi? Ata 3 vëllezërit i tha mjeshtri, nëse doni që muret të qëndrojnë, mos i tregoni grave tuaja. Po ajo që të sjell bukën atë do mburosni. Tani ju jeni 3. I vogli than, I vogli nuk e mbajti mbajti fjalën. fjalën. Tash nga ju të 3 kush e mban më shumë fjalën? I vogli pra. Ti? Ju i thonë, do me thënë grave ju bindeni, i thonë qita. Po grave ne i thonë gjithmonë po, si dush zemra. Si dush ti zemër, shko pa aprovojnë ati dhe pëqeshi. A jeti dakord se Daja që ka i but, që ka moderu? Absolutisht bëhet vagime i thanë jo, nejherë. Okej, një urim për të gjithë shqiptarët që po ju ndjekin në këtë momente kudo që ata ndodhen. Zuar, një mbrëmje shumë këndshme. Është kënaqësi kur ne vijojmë dhe marrim intervistat tona për të marrë çik atë aromën që vjen nga Varese në Itali, atje ku janë shqiptarët. Dhe deri tani na kanë qelluar të ndryshëm, kemi menduar se janë të gjithë nga Boga, por jo, nuk janë të gjithë nga Boga. Megjithatë sot kemi ardhur në një tavolinë që janë 100% nga Boga. Sa kohë ke që jeton në Itali? Unë kam 25 vjetë. Po si kanë qenë këto 25 vite? Po mirë, për Mirë, mirë zotit, po. Kurse çunat kanë ardhur më parë, 3-4 vjet më parë, tjerë. Atëherë ke marrë unë gruaja e vajza. A të mungon Boga? Të mungon Boga? Mungon po. Ne kanë që mungon shumë, o mirë atje kishim me shku atje. Atje, a? Po nuk është gjë për fill. A është e vështirë mosha juaj të përshtatet këtu? Jo, Jo. kom mësu pak gjumë, pak. Por sa me shku, me bre, me bodi që. E kuptoj, shoqëri me shqiptarët e ke, apo ke fillu dhe ndonjë italian e përshëndet? Nuk jam fort për t'i lënë tepër, as me ata, por kam, arda, si, ashtu. Po, një baba 80 vjeçar, ku e shikon të ardhmen e fëmijëve të vet? Të ardhmen e fëmijëve të vet? Këtu, po, ku? Këtu, ë? Po. Nuk, po ndesh. Të mos thënë asnjëherë? Jo, nëse bëhet mirë, po. Por Po dikush në Bogë ka bë dhe ndonjë hotele, ndonjë restorante. Po, lumti kanë bën shumë mirë kanë bën, por nuk edhe me bën ton hotele, edhe me kanë mundësia, jo që sa mundësia me bën ton hotele, por me bën ton hotele. Prej Bogët normalisht edhe unë. Është si prania juaj, respekte. Faleminderit. A kanë unitet bogianët këtu, a grumbullon? Nuk po them vetëm për një sofë, po përgjithsisht mbani lidhjet mes njëri tjetrit? Ka disa kohë, një vjet e ca që kemi bën një grup WhatsApp-it, gjithsecili në shtetet e veta ka krijuar komunitetin e vet.
normalisht. Ne në Itali kem krijuar këtë komunitetin e boks, sepse shoqëria që ka teknologjia të jem të gjithë bashkë, siç kem kanë dikur prind tanë që kanë të gjithë në një fshat. Nëse unë do thoja, kë do përshëndesje të parin në Shqipëri, kë do zgjidhje ti të parin fare? Nonën teme. E ke akoma në Shqipëri? Nonën teme do mbështesh po. Nuk ka dëgjuar të vinë në Itali apo vjen vetëm periudhë të shkurtër? Vjen javë, vjen. I ke propozuar të ri këtu? I kam propozuar, jena 3 vëllezër këto, por nuk dëgjon, ja. Se nuk dëgjon ajo? Mërzitet, am mësuar atë në fshat me shëtit. Po atje me kë jeton? Me llojin e vogël. Okej, që ka me njërin. Po. Ti e kupton që ajo nuk shkëputet dot nga vendi ku ka kaluar gjitha pjesë e saj. Edhe nuk ngul. Nuk e nguli. Po. E lëm atje në secit vet, e nimojmë. Po, nëse do e përmbledhje shkurt jetën tënde, pra ti në çfarë moshe ka ardhur në Itali? 14 vjeç e 3 muaj. Okej. Dhe merresh me çfarë? 14 vjeçar. Në fillim pak shkollë, edhe vijove direkt në punë. Direkt në punë, në ardhem. Një punë të vështirë që ke bërë si emigrant, ma thuaj, një shumë e vështirë atë. Në vështirë që kena bërë është me hipnat gomone në shkrejt me auto. E ke provu ti atë? E kujtone, si e në përmëndje? E si e në njërë, të mërcita e o gjë, të mërcita e. E kuptoj. Te për i vogët për me hipnat. Po tani që ka ndryshu kushtet, të visi njerëz e lirshëm. Është më mirë për gjithë. Edhe për ju, edhe për ne, edhe për nana që munen me arë këto i javë, vinë lirisht i presin biletën, se shumë herë nuk kena mundësi na me shkua në Shqipëri se nuk na lën puna. Ai 14 vjeçari eci u përparua, mori një profesion, ndërtoi biznesin e tij dhe ti sot ke një firmë ndërtimi në Itali. Po, monona. Okej, me modestin tënde. Do kthesh një ditë pyetja fundit. Do kthem një ditë, jam 2 menesh, edhe po, edhe jo. Po. Çfarë të ndikon që të thuash jo? Fëmija dhe shkolla këtu është i fije me mirë, spitalet janë më të mira. Ti do jesh si ata italianët që vinë dhe hanë pensionin në Shqipëri. Po s'ke për të ardhur. Po, ashtu po. Atë po mendojmë. Okej, unë nuk do të mbaj më gjatë se e di që je në krye të punëve dhe të falenderoj shumë. Shumë falenderoj edhe ju. Zgjodhëm këtë tavolinë se ka numri më të madh të fëmijëve dhe janë fëmijë të vegjël. Pra, ne vërtet organizojmë sofra tradicionale, por po nuk e përcollëm traditën tek moshat më të vogla, s'quhet ajo gjë. Këtu jemi në cilën familje ose kë kemi në këtë familja Nik Fusha e në Zgurra. Bravo. Nga jeni? Unë jam prej Shoshit, Dugazhinit. Aja është prej Sumet, edhe ai prej Dugazhinit. 4 fëmijë që janë ulur këtu në tavolinë. 3 fëmijë të mit, 2 vajzat. Zgjodhe se kishit kënaqësi që ti merri me vete apo ku ti lëm? Në emigrim. Fëmija jeta, ka me shku pa fëmijë. Sa gjë e mirë. Nuset nga e keni marrë njerë, se për ju e morën vesh. Kjo zonja nga je? Prej planit të Bërgjit. Kur ke qenë herën e fundit në Gjuraj, se unë isha këtë verë? Në Shqipëri shkoj më shpesh, kurse atje shumë e vështirë sepse rruga është jashtëzakonisht e rrezikshme. Dhe ne kemi pasqyruar në emisione shumë e rrezikshme. A keni shku këtë verë, ke shku në shosh? Kam shkoj çdo vit, shkoj dalë shosh atje, shoh ëndrat. Edhe pse kam kanë 10 vjeç kur kam shku. A kanë vetë shtëpia atje, kanë vetë shtëpia? Kanë me themelet për momentin. Do ta çojmë, do ta bëjmë shtëpi si duhet, me gjitha kushtet. Ne kemi shku me kamerën tonë deri në moll të Shoshit. Molla Shoshit është veni më i bukur që ekziston në Parajs. Thuaj edhe një herë, disa shumë ka? Molla Shoshit është veni më i bukur që ka bota. Ashtu. Mua më vjen mirë që e keni këtë dashuri edhe pse jeni larg, domethënë. Je larguar i vogël nga ande? Moshën 15 vjeçare. Në moshën 15 vjeçare, je stabilizuar, ke krijuar familje. Ku e shikon të ardhmen tënde? Se di, Shqipëri, inshallah në Shqipëri. Dëshira është, po pret pak kushte që të, sidomos fëmijët. Kushtet janë, po nuk është veni për momentin. Inshallah do në Zotin në Shqipëri. Një urim për shosjanët, jo për shqiptarët, ty do ta kufizoj, do them për shosjanët. I urej gjithë shosjanët, gjithë shqiptarët të ruajnë Zoti, e t'ja prinë Zoti marë ku do t'jenë në tanë botën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju se keni ardhur. Një darkë bukur dhe për ju, gëzuar festat e juve. Faleminderit. Ja ku kemi
një zonjë e cila është e martuar në Bogë, po nuk e di nga je. Nga je, Orgjina? Razmet. Nga Razma. E martuar në Bogë. Mirë, jo shumë larg. Shu bëheshin martesat atëherë. Ja, beshëm. Okej. Ne intervistuam edhe bashortin tuaj. Ai tha, jemi përshtatur, nuk e shoh kthimin në Shqipëri, nuk janë punë të mira andej, nuk mund të kthehem. Po ty si ta do zemra, të rish edhe pak apo të kthesh? Ko, në Shqipëni? Ja. Nuk kthesh? Nuk kthehem. Po pse? Pse janë shumë i madh. Ua kam edhe shumë arsye të kthehem atje. Se mi gjithë qa kom djalin. E kuptoj. Qarë gjithë qa për ne. Kam shumë e gëzuar që jam afër tjerëve. Kam 5 fëmijë. Tanë janë të martuar. Tanë janë me shtëpia. Tanë janë me fëmijë. Ma familje. A je përshtatur me jetën në Itali se ka zonja në moshën tënde thonë, nuk rri dot atje? Jo, jam përshtar shumë se janë 30 vjetë që kena ardhur këtu. Si e kalon ditën në Itali? Jam shumë përshtar. Çfarë bën? Si e kalon ditën? Te shtëpia? Makinë me burrë, dalin me shkojmë, vim, pero janë e rregulluar. Që keni çift modern jo me makina, aty nuk vareni nga të tjerët. Ju pëlqeu këtu atje shkoni? Jo, festa që bajnë, festa familjare kem ton vitin. Në verë, vjen do pak në Bogë, në verë, zjedh të vish apo me kufizime? Ja, nuk jetash kam kënë, se kanë kënë 5 vjetë që s'kam shkuar. E kuptoj. Ka thënë drejtën, sa shkoj të kryet e djarit kur kthehem unë. E kuptoj. Bie krejt. Për të qëndruar disi larg dhimbjes. Po kemi arë për gëzim sot, një urim për të gjithë shqiptarët që janë duke ndjekur. Ç'a do t'i uroje? Gratë, që të merren me baklavan për e vitit të ri apo jo? Me ç'a të merren gratë? Apo të bëjnë kështu siç bën ti me burrin në makinë edhe shëtitje? Gratë i uroj dashni, respekt, edhe jo me nejtu punu gjithmonë, por edhe me dalë. Ashtu të bravo. Ky ishte një mesazh shumë i mirë dhe kanë filluar edhe në Shqipëri ke parti? Mi ka rritur kalamaj, këtu janë shumë shqiptarë këtu, po na shkoj me burrin tam herë dhe fëmia herë të punë, herë kem Kunetnit, herë shkojmë në Milano, gjithkon shkojmë, Varese, gjithkon. Pa që jetën e gjatë dhe gëzuar. Faleminderit. Për artistët emigrimi për cilët me emocion akoma më delikate, vuajnë më tepër të qenit larg vendlindjes, edhe pse përpiqen që edhe atje ku kanë emigruar të japin jetë artit të tyre. Tani të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin në këtë moment, do thonë janë në Malësi të Madhe. Po si jemi në Malësi të Madhe? Jemi në Varese. Ta quaj fat këtë apo rrethanat na sollën këtu? Atëherë mirë se u pruni Zoti këtu. Në familjen e Xherës Pjetër Ndreret. Jam jashtëzakonisht i kënaqur që marr pjesë. Të them realisht nuk ka vit që nuk më fton. Nga se emri jam tash i diet edhe nuk ka sepse të jap ma vlerë se ç'është, por kaq sa ç'është. Këtu na jena në Malësi të Madhe gjithkund. Na jena në shqiptari rradhpar, na jena në çdo vend ku ka shqiptar. Për një arsye, sepse po don Zoti edhe po e pranojnë edhe këtë instrument që kena këtu, pra që tash i sa po e vendosa atë me durët e mia, lahutën shqiptare. Tash ndo që e quajmë lahuta shqiptare, do që lahuta Malësisit, por kena një krenari në zona Malësisë Madhe, me që kena atë gjelçfishten që të pakten ka shkrua një libër. Atë që sa na çdo ditë e studiojmë, edhe aty këna marrë na të tona vlerat e mëdha. Nuk këna pse të krenojnë më shumë se çka zanin kjo vegël popullore që tashmë është në rujtjet e UNESCO-s edhe vërtet e ka merituar. Unë gjithmonë e kam pa këtë anër, duke pas parasysh edhe babën e kam pas lahutar. Po atëherë edhe gjithë shoqënin tu fillu te artisti i madh Yunus Dela e Pretashnila e me radhë, pra që nuk po i vën në numër, por është nasi që ju shoh edhe ju këtu si intervistore, sepse çfarë ndikimi do të ketë sofra në mënyrën se si do e presin, se si do e marrin atë emocionin të gjithë emigrantët, të cilët dashur pa dashur përfshin në integrim në jetën si Itali. Çfarë efekti do ketë sofra në ato kujtesë të tyre që kur largohen prej këtej, çfarë do mendojnë? Unë jam kënë përfaqësues për emigracionin, pra përfaqësues për çdo nacion, jo vetëm për shqiptar, por edhe për nacione tjera, në rajonin sicilian. Kjo them realisht, për me ardhur kjo ditë që ka ardhur sot. Këta shqiptarë që ishin këtu janë jashtë zakonisht në Rum, sepse Cezarit ja ka dhënë çaj të Cezarit.
Pra, me pagat 10 në rregull. Kështu që, të thëmë realisht është krenaria e shqiptarisë, është krenaria e çdo vendit ku ka shqiptar. Kjo pjesë këto tu përfshillet tonë që janë në Itali, sepse na është një sakrificë shumë e madhe. Që është e fillimi i dokumentacioneve që kena bëhe deri këtu ku kena përfitua, mund të thëmë 2 pasaporta. Mund të falenderoj dhe një urim për të gjithë shqiptarët që të kanë ndjekur, një urim si u uroje për festat e fundvitit. Malësisë madhe është merë dhe respekt për mua që jam sonde këtu të thëmë realisht, pra gjithmonë në pranin e këtyre njerëzve që janë këtu edhe të familjes Gjergj Pjetër Ndreja. Unë para një jave të pata dhe artistin e madh, si drejtues artistik, pra Nikolnik Parela, një emën shumë i madh për ne, i cili erdhi aty te shoqata pranë shoqatës Ura Bashkimi dhe e la një respekt të jashtëzakonshëm me këngët e tij, që ato janë një numër shumë i madh. Edhe ju, Zoja Kozeta, ju falënderoj, thëmë realisht që gjetet këtë moment me emociononi mund të thëmë, sepse këtë ditë kanë qenë tëna një emocion për mua, duke pas parasysh lahutën shqiptare, pra këtë vlerë. Me këtë gëzim që e morëm të gjithë nga shpallja hyrja saj në UNESCO. Është shqiptare. Ja munduar të respektoj sofrën e Malësisë. Faleminderit. Ne do t'japim një përmbledhje të sofrës së Malësisë në varrezet e Italisë, një sofër që u realizua vërtet jashtëzakonisht bukur. Një atmosferë që do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithë të pranishmëve, por dhe një model mjaft i mirë se si diaspora nuk e harron vendlindjen. Në ato troje ku është Malësia, mblidhen miq e mblidhen bija, në ato kulla, në ato shtëpia, gëzon plaku e gëzon fëmia. Edhe sot, në malë të vllaznis, na bashkoi sofra e Malësisë, sofër buket e darkë bujare, bashkë me knu e me hedh valle, si dikur në Malësi të madhe. Të nderuar të pranishëm, mbrëma dhe mirë se u bashkuam në sofrën e Malësisë, sofër e cila organizohet për herë të parë, jo vetëm në Varese, por dhe në Itali. Unë do ta quaj një ngjarje shumë të rëndësishme, sepse nuk është gjë e thjeshtë të organizohen aktivitete të këtyre përmasave. Para se gjithashtu do vullnet, do dëshirë, po do edhe unitetin tuaj. Dhe ky unitet, edhe pse ndodheni larg vendit tuaj, ju mban të bashkuar. Dhe keni pranuar ftesën, por edhe e keni zgjedhur si mundësi për të qenë pjesë e kësaj sofre. Sofrës së Malësisë, e përsëris, për herë të parë organizohet në Itali. Është kënaqësi dhe privilegj për mua të gjendem sonte në mesin tuaj dhe jam shumë e sigurt që nuk është momenti për të diskutuar për hallet. I kam vënë re në të gjitha tavolinat. Ka gëzim në sy tuaj, ka një dashuri të madhe, jeni pyetur me njëri tjetrin. Është kënaqësi ku në pjesën më të madhe dominon Malësia e madhe, por me shumë bujari kemi pritur edhe miqe dhe mysafirë që kanë ardhur nga veriu i Shqipërisë. Në intervista që morëm pak më përpara, këtu kuptuam që kanë nga Shoshi, atje nga Tropoja, çfarë tregon një bashkim të bukur kombëtar. Megjithatë, një duartrokitje të fortë për secilin që ka ardhur sot këtu për të bërë pjesë e kësaj sofre, e cila duke qenë e para do mbetet gjatë në mendjen edhe në zemrën tuaj. Ju duhet ta dini se kur hapet një sofër është gjithmonë i Zoti i shtëpisë. Nëse do ishim në ndonjë kull, me siguri do të vinte një plak i moshëm me ksul. Por kullat edhe këto kujtimet bukura i kemi në rrëfime që na i kanë treguar të parët tanë, gjyshrit, por dhe baballarët. Është kënaqësi kur shikon një plak 80 vjeç që nisë dhe rrëfen këto histori. Megjithatë, ne do të jemi në një kohë moderne, jemi në fund të 2025-s, dhe unë do ta konsideroja sot të zotin e shtëpisë, një artist shumë i talentuar, një adhetar do e quaja sepse është dashuria për vendin e tij që e ka nxitur për të krijuar një sofër, mbështetur nga miq shumë besnik edhe të dashur, edhe punëtor që kanë dhënë kontributin e tyre. Le ta presim me një duartrokitje të madhe. Gjergj Pjetër Ndrejaj është lodhur mjaft për ta organizuar këtë sofër, e kjo duartrokitje shkon edhe për miqtë e tij që e kanë ndihmuar. Mirë broma mimara tonë, mirë se jena bashkuar në sofrën e Malësisë.
Vetë fjala sofra e Malësisë është një gjë shumë e madhe. Sofrën e Malësisë nuk është e emja, po është e secilit prej jush që jeni këto, ka një vend vogël, kena ba sofrën e madhe. Kështu që ju më falenderoj nga zemra, e sot kam kuptu se leku para kësaj sofre nuk është asnjë gjë. Por shoqëria e mirë ban me ba një gjë kaq bujare, kaq të madhe, si që sofra e Malësisë. Gjirgji mos u largo, unë them së bashku, kemi dhe një personazh, njëri shumë të afërt, në fakt në zemrën tënde, do e thoja kështu, por dhe të shumë miqve këtu. Është Gjada, një zonjë grua këtu, afër meje. Të lutem Gjada, nuk vetëm për tu identifikuar se ndoshta disa edhe nuk të njohin. Është krau i djathi i Gjergjit, edhe ajo ka dhënë kontributin e saj në realizimin e kësaj sofre. Unë ju përgëzoj. Një çift i bukur, punëtor. Edhe pse është italiane, e vë theksin Gjergji, edhe pse është italiane, e ka bërë shqiptare. Jo, po më shtet djalin e Malësisë. Dhe mua më vjen mirë që dhe fëmijët, ja shikojmë edhe familjen e Gjergjit atje, vajzën me xhublet, ku do kemi mundësi pastaj në program ta sodisim me kënaqësi më të madhe atë xhublet të bukur, 4000 vjeçare. Të falenderoj. Faleminderit gjithëve, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Sa herë organizohen sofra, ne gjithmonë shikojmë ato spote publicitare dhe themi cilët këngëtar ka ftuar. Edhe është bërë një përzgjedhje me kujdes të madh, që këngëtarët ti përshtaten edhe shijeve tuaja, por edhe sofrës së Malësisë. Le të shoqërojmë të paktën me një duartrokitje në fillim, por këto duartrokitje ti kemi pak më vonë kur ata të këndojnë, të na kënaqin, edhe gjithë bashkë të kërcejmë, të këndojmë me këngët e tyre. Një duartrokitje shumë të fortë për Gëzim Nika, mjeshtër i madh, i cili vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës Enkas për të nderuar sofrën e Malësisë me repertorin e tij të rrallë të artit burimor, me të cilin krenohemi e nderohemi sa herë ne dëgjojmë zërin dhe këngët e tij. E veçanta e kësaj mbrëmje është se sonte në këtë sofër do të interpretoj edhe vëllai i tij, këngëtari i mirënjohur Rapsodi Gjon Nika. Por ftesat kanë shkuar edhe më larg, atje në Tuzë, ku jetojnë motrat dhe vëllezërit tanë, e ku ne më së miri i themi Malësi, duke e anashkaluar atë ndarje historike që u bë kohë më përpara, u bë padrejtësisht dhe këtë nuk duhet ta mohojmë. Na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre këngëtarët e mirënjohur, Viki Samaj nga Tuzi i Malësisë. Po nga Malësia, i shkon më së miri kësaj sofre, këngëtarja e mirënjohur, ndryshe i quajnë Bilbil, Donika Vucina nga Malësia Madhe. Për të vijuar me këngëtarin tjetër, mjaft të njohur me zërin e tij dhe ritmet e bukura që krijon, Gëzim Pepa nga Fusharzi. Një burr i nderuar, një rapsod, një instrumentist, ke kënaqësi kur e dëgjon, së fundmi u nderua në Bashkinë Malësi e Madhe me titullin qytetar nderi, Tom Marvukaj, Malësi e Madhe. Por një herë është një sofër, ka nevojë edhe për muzikën e saj, për anën teknike, e ku ka më mirë se sa ne sot të kemi muzikantin Arben Demaj, që është ullur atje, por do ta kemi pas pak këtu. Po kemi edhe DJ Tanin, i cili ka premtuar që do të jetë një natë magjike dhe do kënaqemi të gjithë. Me siguri po prisni një hapje shumë të veçantë. Edhe ne, jo pa qëllim, kemi zgjedhur një këngë Maja Krahi. E kush më mirë se Tom Marvukaj do ta interpretonte. Të gjithë që ajnë mbjellë sonde, ja keni kushtua kësaj sofre, pra këtu të Gjergj Pjetër Ndreja që nuk besoj sa është pak, sepse ky me forcat e veta, çdo vit po organizon eventet tilla, kështu që sot dhe apo mua emnin sofra e Malësisë, duke pas parasysh se këtë ditë edhe lahuta shqiptare u pranua në UNESCO, një instrument jashtëzakonisht i madh për komin tonë. Një ndërtrokitje.
ta nisim nga dal ashtu si që nis vallja e logut, apo dhe kërcim malsorçe që ka filluar së fundmi të frekuentohet kaq shumë, të përpiqemi të gjithë që ta mësojmë. Le të shohim një vajzë edhe një djalë të veshur hishëm, enkas për sofrën e Malësisë. Ajo quhet Aurora Andreaj, është vajza e Gjergjit dhe e Gjadës, e lindur realisht në Itali, por kur e pyet se cila është origjina jote, ajo thot nga Boga, dhe kjo është gjë e bukur nëse i mësoni fëmijët të thonë origjinën e prindërve të tyre, sidomos të babait. A jemi gati për një kërcim malsorçe? Do t'interpretojmë për ju Aurora Andreaj, por edhe Fabian Peçi. Fabiani vjen nga Tropoja dhe ai hishëm në veshjen e tij me kostumin kombëtar. Faleminderit që na mësuat të sopër, na e mundsuat kaq mirë. Sponsor të tjerë, Energy Latoneria. Faleminderit. GPM Teti. Usha Color. Alba Live, shoqëri muzikore. Dhe Kulla dhe Buni i Bajraktarit në Bog Malësi e Madhe. Faleminderit shumë që na ndihmuan në realizimin e kësaj sopre. A ka ardhur momenti që të këndojmë, e të kërcejmë të gjithë së bashku. Le ta nisim festën e bukur me këngëtarin Gjergj Pjetër Ndrejaj. Ale qoni jeko. Hej, hej, ku po bjekja qifteli, tinguj mollin di marsi, e qanë malë, e qanë të, si rëfeja vjeni një po. Për këto bjeshke s'kenore, Mizë këto livore, Malësor si
zgona qika puka polisi zona. Feste male kemi sot, pushur sofra male nët, këndoj mange hemin tove në zanek, malisis male. Feste male kemi sot, pushur sofra male nët, këndoj mange hemin tove në zanek, malisis male. Malësia për malësie për ty bot, je dhe një mëj bukur mot. Njës o shpirti në threvet, se hon pjertu një heshmet. Feste male kemi sot, pushur sofra male nët, këndoj pange hemin pave në zanek, malisis male. Feste male kemi sot, pushur sofra male nët, këndoj pange hemin pave në zanek, malisis male. Ajo është ka zoti. Pushur sofra male nët, këndoj pange hemin pave në zanek, malisis male. Feste male kemi sot, pushur sofra male nët, këndoj pange hemin pave në zanek, malisis male. Dhe ftoj për para jush, një këngëtar tjetër, Gjonika. Si kena bo bashkëpunim kongën Frëmbëriet Muloni i Hotit, edhe dhe sonde do të asilin për jush me të madhin Gjonika. Faleminderit. Faleminderit.
Atëherë dy fjalë po i foli edhe unë për familjen e Gjergjit. Kom pas deri me shku edhe në Bokë, ku kanë origjinën, një knasësi e madhe e familjes Pjetërkolës. Ju uroj mbarësi, një falenderim për krejt familjen e Pjetërkolës. Atëherë me mbroma për ju gjithve, është knasësi edhe një si familje që ndodhe mesin e juaj. Ju uroj një mbrëmje të mirë dhe me bo shef sa të muni. Ai është këngëtar shumë i njohur, shumë i mirë. Edhe kur e pyeta se kur ka nisur të këndoj, më tha 16 vjeç, ka marrë pjesë në disa koncerte. Po këtë moshën e re e dëgjova edhe nga dikush tjetër, nuk dua t'i përmend emrin. Kur ka ardhur në Itali 14 vjeç. Pastaj tregon ato detajët e jetës. Këtë fillimin 14, 15, 16 do ta ketë pjesa më e madhe e juaja. Janë ato vështirësitë, po unë ju përgëzoj fort se ja keni dalë, edhe pse në një vend të huaj ja keni dalë. Keni qenë të zotët. Edhe shqiptarët kudo në botë na nderojnë me punën e tyre të ndershme edhe të bukur. Janë bërë mjeshtra të vërtetë. Kënga e parë që do këndoj Gëzim Pepa, i vetmuar Unurita, dhe më pas do kemi edhe 2 këngë të tjera kolazh. A ka mbetur ndonjëri që s'është shuar ende për të kërcyer? Hajde pra, të gjithë së bashku në këtë pistë të kërcejmë. Du i duar tërkitje shumë të madhe për organizatorin e kësaj sofre, Gjergj Pjetërnaja, që ju uroj sukses nga zemra, Zoti ju ruaj tëndet. Me qenë se jena në prag festash, du t'ju uroj nga zemra, gëzuar e për shumë vjet Krishtlindjet e vitin e ri, festa gëzime, pashi gjithmonë familjet tuaja. Zoti ju ruaj. Hajde dhe ndemaj. Hey! Exonica! Cadole, a tu dieli no ma che nole, non mi traga
Para se ta prezentoj, po eftoj pa shumë entuziazëm në fillim, se e kam lënë pak për në fund. Donika Vucinaj, mund të vini pak këtu me mu? Ne vim nga Shqipëria. Në momentin e parë kur na u bë ftesa, u gëzuam jashtëzakonisht. E morëm si vlerësim në radhë parë, se dikush do thotë, po mirë mo, se dhe pa pagesë nuk keni ardhur. Por është respekti shumë i madh, pasi Gjergji ka kënduar te festa e Çobanit, ky ka qenë kontakti i parë, është kënaqësi dhe respekt për mua që për 2 vite me radhë kam drejtuar festën e Çobanit në Bogë dhe unë do ju ftoj ata që nuk kanë qenë patjetër të vinë sa shumë e bukur, por gjithsesi e kishim atë dyshimin dhe Donika ma përforcoi. Kishim dyshimin, do shkojmë në Itali, po si do na presin, po si do jetë atmosfera. Si thuaj, kemi më këto dyshime ne? A duket kjo si shtëpia jonë? Atëherë përpara jush, Donika Vucinaj me zërin e saj të mrekullueshëm, një duartrokitje shumë të fortë ka nga Malësia Mora. Atëherë një duartrokitje të fortë dua për moderatorën më të mirë Kozeta Bruçin. Mirë brama dhe njësi e të mëgjet. Ashtë një nërë dhe knajsi për mua me kemë sonë të mesin, tu i mesin e malësorve të mi, vlasën e motrave të mija. Mirë se këni ardhë në sofrën e malësis. Ju përshtes gjithë dhe emën për emën, ju uroj edhe festat e fundvitit që po vinë. Me gëzime i vriqi, e u bashkofshish nëshme familjarë të tafën e tuj ku do që i keni. Një përshëndetje special edhe për organizatorët e kësaj sofre, Zotin Gjergj Pjetër Andreaj. I duhet trokitje të forte këtu për ta dhe për bashkëshortën e tij zonja Gjada Andreaj. Ju faleminderit dhe ju ftoj gjithëve që të vazhdojmë dhe të gëzojmë së bashkut. Bashkë njësën e ngëllë meni, nuk
Bashkë ose në kelimani, nuk kam sa për falë vani, nuk kam tanku dhe ligur në hoti, s'kam sa njerë pa lullë të hoti. Bashkë ose në kelimani, nuk kam sa për falë vani, bashkë ose në kelimani, nuk kam sa për falë vani. Moza Kurtulaj dhe bashkë jemi njohu në Bokë. Po të lutem na bëj një paratë shumë të vogël, sepse je vetmja përveç Aurorës, që ka ardhur me xhublet. Dhe unë uroj që mbas një viti, kur kjo traditë e bukur të vijoj, të kemi edhe ndonjë grua tjetër ose ndonjë vajzë me xhublet pra të shtohet si veshje kombëtare tradicionale. Na bën një ecje të bukur. Veshja 4000 vjeçare, xhubleta, është shumë e vështirë sot ta gjesh origjinale dhe me sa kuptoj Mimoza, kjo është një veshje shumë origjinale. Po në Itali ti me veshje, po bravo, hajde të marrë një dorë përpikje. Tani si e ke siguruar këtë veshje ti? Kjo veshje është normalisht ble. Një 5-6 muaj para se xhubleta të hyjë në UNESCO. Do të thoni edhe pse e kam ble. Me ju thonë drejten që kur kam kanë fëmijë, unë i thosha nanës teme, marë nanë, sa më pëlqen njaja veshje, edhe pse u dukte në atë kohë, për ne si me kenë një diçka ekstraterrestre, se ta shti në të rritë, unë si jam e re ma, po flasë për rinin, ju duket një diçka me të vërtet, ama se qa është tu bakja, qa ka vesh një gjama, prit nazën. Me ju thonë drejten, duhet edhe pak sakrifica, se nuk është krejt e letë me mojtë xhubletën. I herë njem shumë krenare që e promovoj xhubletën kudo në Itali, ku mi jepet rasti dhe aty ku e ndjej veten si në shpinë teme. Edhe ku ma mirë se sonte në sofrën e malësisë madhe e ndjej veten në shpinë teme. Faleminderit shumë për i tonëve e me të vërtet i baj një kompliment të madh organizatorit të kësaj sofre, edhe të gjithë artistave që na kanë ardhur nga larg. Po në veçanti dua me përshëndet qershin mitor që kam këtu përpara në Kozetën, që është e mrekullueshme. Faleminderit shumë kanëve, e gëzuar festën. Faleminderit Mimoza dhe uroj të shohim kështu edhe atje në Shqipëri, në aktivitetet e ndryshme që organizohen. Faleminderit shumë. Kam një ide shumë të bukur. Ju lutem ky krau këtej zgjidhni një person që do bëj një urim, dhe krau këtej zgjidhni një person që do bëj një urim. Hajde dëgjojmë një herë cili do të jetë urimi më i veçantë që do të bëhet sot. E këtë do ta praktikoj gjatë gjithë mbrëmjes. Quhem Det Marvukaj nga Zagora. Jam vlla me artistin Tomën të Marvukën. Edhe pjesëmarrës në shumë festivale në Berak, po ashtu në Francë. Urimi unik i imi për këtë bukuri që keni sonte është gëzuar festat e fundvitit, Krishtlindjet, në familjet tuaja një harmoni, gëzim, shnet plot në vitin 2026. Falenderoj gjithashtu DJ Benin, DJ Tanin, edhe artistin e shumë mirë njohur në të gjitha fushat, në të gjitha ankon bots, në me thanë gëzimin, gëzimdikin, në cilën kisha në vitin 97, kisha një kënaqësi dhe me thonë që isha me ta në Zvicër. Kaloshi sa ma bukur urime, faleminderit. I mërma gjithve, jam Mjesht Nërejva i Gjergjit, faleminderit për pjesëmarrjen gjithve, uroj gjitha festat, faleminderit gjithë artistëve që kanë ardhur. Gëzuar. Të lungoja nga njërë urimet kur janë të pjeshta dhe ato kanë bukurinë e tyre mjafton që të dali nga zemra. Nga njëherë është shumë e vështirë t'i prezentosh disa artistë. Ata kanë një karrierë shumë të gjatë mbi supet e tyre. Ata na kanë bërë të ndjehemi krenar si brenda Shqipërisë edhe jashtë saj. Që të vegjël jemi rritur me ta dhe habitemi si ka mundësi, vitet e si për ne dhe nuk e si për ata. Frymëzoj shqiptarët kudo që ndodhen. Janë këngë të bukura, jo vetëm këngë komerciale, po janë këngë të kompozuara me tekste fantastike, por zëri tyre potent I jep një vlerë të jashtëzakonshme. Tani me këtë prezantim
Unë jam shumë e varfër në shprehjet e mia para kontributit të tij të hyrë në muzikën shqiptare. Prandaj, unë do them emrin e tij, por le të filloj duar trokitja juaj më përpara që këtu në mesin ton të ftojmë këngëtarin e madh Gëzim Mika. Për Gjergjin, sa kon burr i mirë, këngëtar i mirë, e djalë i mirë, pa jam sonte me ju këtu. E duhet do rrugiti për familjen e Gjergjit, fort e për gjithë ju. Me këtë rast ju uroj gjithëve gëzuar Krishtinit dhe vitin e ri. Edhe viti tjetër qoftë shumë më i marë se ky si Belam. Uroj gjitha të mirët, edhe uroj që të kaloj mirë sonte. Kur ne qënë zanin e nanas, shishelen që qikohen, ne gërin dy atri her, edhe i kanë e mërden. Ne gërin dy atri her, edhe i kanë e mërden. Shqipari All
o zotia sama. Dhe pas kësaj atmosferët magjishme, ndërkohë që ju pushoni, vijoni bisedat tuaja, po dhe pak vëmendje. Nuk e di, a mendoni ndonjëherë për këta që lodhen? Ja, kamera këtu. Mondi, i cili ka ardhur nga Malësia e Madhe për të ndihmuar mikun e tij Gjergjin, por ju mund të klikoni te faqja e tij Jeta Shkollore dhe të gjeni shumë postime. Ai bën një promovim shumë të mirë sofrës në rrjetet sociale dhe ka audiencë goxha të mirë. Për të vijuar me Nardin, mësova që ai jeton prej 30 vitesh në Itali, ai është nga Bajza, e ka marrë me shumë përgjegjësi filmimin dhe kam përshtypjen se në fund fare do kemi një sofër të montuar shumë të bukur, do kënaqen dhe do kenë zili ata që nuk ishin këtu. Do të përgatitet edhe emisioni Arom Shkodre, që do të pasqyroj dhe intervistat që janë marrë këtu dhe reportazhi përgatitur, pa u zgjatur më shumë, do të shfaqet edhe në Al Dreams Televizion me presidentën zotin Rush Dragu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Michigan. Do të vijoj tani me sponsorat edhe një herë, atëherë organizator dhe sponsor general, Gjergj dhe Gjatë Andreaj, sponsor të tjerë, Energy Latoneria, GPM Tikti, Fusha Color, Alba Live, shoqëri muzikore, dhe Kulla dhe Puni Bajraktari Bog Malësia e Madhe. Faleminderit shumë që na mbështesni dhe urojmë që mbështetës të tjerë të kemi edhe vitin e ardhshëm, se ne do e krijojmë traditë këtë, se nuk e lëm kështu vetëm me një vit. A të vi për kartonin këtej apo këtej? Nga të shkoj. Atëherë me mbrëma gjithë, jam Paulin Preka prej Boget. Ju uroj të tonë dhe ta kaloni mirë, e gëzuar Krishtlindjet e vitin e ri të tonë. Urime, inshallah bashkohen hashnëshmet e tonë. Gëzuar. Një mbrëma juaj. E kalofshi sa ma bukur. Edhe gëzuar festat që po vinë, edhe inshallah viti tjetër të gjithë ma mirë. Faleminderit, goja. E të rasti vazhdimisht në aktivitetet kryesore që organizohen jo vetëm në Shqipëri, por bën një jetë ndar midis Shqipërisë, Tuzit, por dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përpara jush, Viki Lulgjuraj! Mirëmbrëma gjithëve. Gëzuar festat e fundvitit, u dëshiroj gjithë të mirat, kam kënaqësinë që gjendem sonte pranë jush. Një përshëndetje shumë e veçantë shkon për Gjergj Pjetër Ndreaj me familjen e tij, me gruan dhe të gjithë familjen. Ju uroj shumë për këtë organizim kaq të bukur që na bën sonte. Hajde shkojmë edhe pak me muzikë, se mbaron nata. Çono, hajde. Jena motra kalamak, jena motra kalamak.
shumë, jena kusherina shumë, për lullin po bëjmë lull, oj, oj, lullin. Jena kusherina shumë, jena kusherina shumë, për lullin po bëjmë lull, oj, oj, lullin. Gjergj për të mirë është trosh sofrën të njëtën. Kjo është dëshira e Gjergjit që ju përshëndet gjithëve me këtë sofrën të ma. Hej, tre Prizrenja mori Shkodër. Hajde këtu se te ka motër. Me Redursin e Tiranën. Se na këshuve gzojna nonen. Unë Traspej edhe Gjakov. Dhe një të laupe dhe Rugov. Vjen Gjilani, vjen Prishtina. Ka qani kue Kamenica. Kështu ka lazëba, shkuta të rina.
master Ke peljen e Malakoster Haspirdit e kuksin me thirr E thraskorqen me rëthin Raste tove në gostivarin Rasulqinin e tivarin Bujanove si vjen Presheva Suhareka e Malisheva Ej, Tangolakue, Padujeva Thirgusi te grude dhe malsi Kam thirë dibren o hinstrugen Me reljezen edhe puken Vjen Janina, vjen Shamria Lupen as bashku do t'rina Manastiri ka shu fjall Gjithsesi unë ka me ar Gjithsesi unë ka me ar Ose për plog malli ka mar O vesh një besi ka thane ki Erdo kur te ju do vije Hej, hajre din pasha Në këtë kam, Gjergj ju përshmërzjuve Ka po vjen amore shun mula Pej kelmeni o sotula Ka po vjen amore shun mula Pej kelmeni o sotula Se marrë zanë rruga Marrë zanë rruga O me shumice Prej kastrat O të rjën kamice Shpaushtan o ky malja I hotin Pa di garic o po kërë se të topi Mushka,
Dhe pasi çdo gjë ka shkuar mjaft bukur, ju rrëmbejmë nga një urim organizatorëve dhe artistëve në këtë sofër. Jemi këtu të vëni në Shkodër, televizori më i mirë nga veriu i Shqipërisë. Nëpërmes këtij televizorit mrekullueshëm dhe moderatorës dhe speaker e televizorit në siguri, po moderatorja sonme si ishte shkëlqyer, ju uroj të gjithë shikuesve të këtij televizori gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri, vit i mbar për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, dhe në veçanti Shkodrën e Malsinë e Madhe. O sa mirë e kënduat edhe Vallën e Jugut. Jashtëzakonisht bukur. Unë befasova se njerëzit e lidhin gzim Nika Veriu këngë veriore. Është më të bukur se këngët e Jugut, s'ka gjë më të bukur. Shumë e vërtetë. Me familjen keni ndo pak rezervim kohe që të rini edhe me familjen se gjithë aktivitete. Mundohem me gjithë kohën, domethënë është gjë më e shajtë për mua familja, por kur i gjeni në shkurt në mars? Do në drejtë këtë gjatë pa pritë si dalin në pasere, po mundohem gjithë sa muj me kalu kohë me familje. Okej, unë ju përgëzoj, uroj që t'ju kemi në ndonjë festë në parabashkisë Shkodër, ku atje vinë këngëtarë për shumë me emër, edhe nuk e di si do ndiheshit para publikut në Shkodër. Nuk e di akoma që emër sa me më thirë Shkodër. Vërtet? Unë në Vllazin kam qenë tifoz qysh fëmijë me Vllazin. Kjo është një thirrje për Bashkinë Shkodër, të mos i harroj personalitetet të tilla. Të uroj shumë suksese një vit i mbar. Shumë faleminderit. Viki një përshtypje nga sofra e Malësisë që u bë për herë të parë në varrezet e Italisë, por dhe në të gjithë Italinë. Kjo ishte sofra e parë e Malësisë. Unë jam kënaqur shumë, ishte kënaqësi që isha sonte në mesin e malësorëve këtu në Itali. Kam kaluar shumë bukur dhe faleminderit për respektin që më dhanë sonte. U priti jashtëzakonisht mirë, unë pash edhe rinin që qëndroi afër, kërcyen me këngët e tua. Ku ndihesh më mirë? Gjithë ku ndihem mirë. Malësinë tonë, Tuzit, në Amerikë, gjithmonë, por në veçanti mas mirit e mas mirit ndihem në Shqipëri. A në Shqipëri? Po në Shqipëri. Shqipëri e kam publikun tim që ndihem me zemër. Më vjen mirë, do me thënë që e thua këtë. I ka zbehur pak emigracioni emigrantët kur vjen puna për të festuar apo jo? Ata i ka ruajtur tradita, ti e vërej që i ka ruajtur traditat, i ruajnë traditat dhe vjen shumë mirë e kënaqem kur i shoh. Sa gjë e bukur. Në Shkodër si ndihesh në Shkodër? Se ti i theksove Shqipërinë, po më thuaj pak shkodranët, ata po të ndjekin tani përmes emisionit Ta Tokim. Shkodrën e kam shumë veçantë, kënaqem Shkodër sikur shkoj me këndua, sikur shkoj me pushoj, domethënë Shkodër gjithmonë pushoj. I përshëndes gjithë shkodranët e mirë. Dhe një urim për shqiptarët edhe ata për te kufirit atje në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku ti e ndan jetën midis Shqipërisë, Tuzit edhe vendit të kontinentit largët. Një urim, çfarë do t'i urojmë shqiptarë përse ka nevojë ata në 2026? Gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri gjithë shqiptarëve kudo që janë. Së pari u dëshiroj që këtë festë t'i gjenë shëndoshë mirë, pranë familjes së tyre edhe t'i plotësohen gjithë dëshirat që ata i kanë. Ne urojmë më të mirën edhe për ty dhe suksese në rrugën e bukur të artit. Të duan spektatorët dhe shpresojmë të kemi vazhdimisht në skenë. Shihemi së shpejti në Shkodër, Lezhë, Koplike, Bajze. Dhe të gjitha këto vende agjenda është plotë për plot. Kështu që interesoni në rrjetet sociale apo në shkallët e ndryshme që bëjnë subjektet private dhe ndiqeni Viki Lulgjura, i krijon një atmosferë të jashtëzakonshme. Suksese. Shumë faleminderit. Jemi mrekullueshëm. Ne thamë që në fillim, para se të fillonte sofra e Malësisë, që Gjergji ka pasur një bashkëpunëtore shumë të aftë, krau i djathtë i tij. Dhe është Gjada, ai nuk e fsheu faktin që bashortja është italiane, por që i ka mësuar traditat e bukura shqiptare. E përshëndesim Gjadën, e përgëzojmë për punën shumë të mirë. Ai pëlqeu sofra, dua ditë Gjadën, vedi e kënaqur nga angazhimi i saj. La sofra Malësisë apo jo? Bellissimo, bellissimo. Una bella esperienza. Quale cose ti hanno piaciuto di più? Tutto. Sot e pash që angazhoj me fëmijët e vegjël. Po më pëlqen se është nënë e përkushtuar. Edhe të ndihmon, edhe nënë e shkëlqyer, edhe kinge për të parë. Një çift shumë i bukur. Më jep një përshtypje se të duk sofra në fund. Mua më duk fantastike, mrekullueshme, kishte një alegri, një pjesëmarrje deri në momentet e fundit. U desh ti themi ne njerëzve ikni tani, se erdhi data 15. Unë kam organizuar vetë me bashortën, kështu që rëndësi ka se si duket njerëzve. Unë shpresoj që ka shku gjithçka mirë, e njerëzit janë të kënaqur, sa do pak
me kulturën tonë malësore. Ma sot unë të përgëzoj super sofer, jemi kënaqur gjithë, gëzuar. Faccio tanti auguri a tutti gli albanesi per Sofra Malsi. Ju përshëndes gjithëve, faleminderit që morët pjesë. Një vit i mbar për ju, për familjen tuaj dhe të shihemi në qershor te festa e çobanit. Do mblidhemi në Bokë, takimi radhës është në Bokë. Boga, Gzimolaj do të na mbledh prapë. Faleminderit. Bashkë. Duke i përgëzuar organizatorët dhe gjithë shqiptarët prezent në këtë sofër, urojmë që kjo traditë e bukur që lindi për herë të parë në varrezet e Italisë të ketë vazhdimsinë e saj dhe të kthehet si një shembull i mirë për diasporën kudo që ajo ndodhet, duke nxitur atë të ruajë traditat e t'i shpalos ato në organizime të tilla, të cilat përcjellin identitetin ton kombëtar. A dëni më